do Warszawy. Ditën e mirë. Një ditë e rëndësishme besojmë për demokracinë e Kosovës, për shtetin tonë. Sot do dita vendimarrje si çdo qytetari, për ta bërë këtë shtet më të pjekur, më të fortë, më konsistent, më funksional. Vendimarrja sot do çdo dorën e çdo qytetari për t'i dhënë mundësi e shpresë zhvillimit të shtetit Kosovës. Shpresoj që çdo qytetar i Republikës Kosovës sot do të vendosin për fëmijët tanë, për këtë shtet, për forcën e shtetit, për zhvillimin e shtetit, për funksionimin e shtetit. Mos harroni, sot vendosni për 4 vjet në dorën e kujt do ta lëni Parlamentin e Kosovës dhe funksionimin e shtetit të Kosovës. Dhe prandaj është një vendimarrje shumë e rëndësishme. Besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës do ta shfrytëzojnë këtë drejtë vendimarrje. Në fundi kjo ka qenë përpjekja jone e vazhdueshme për t'ia dhënë mundësinë gjithmonë për të ardhur drejt liria shtetit që pastaj qytetarit i jep drejtim vet, vendit vet. Dhe kjo dita e asaj vendimarrje të rëndësishme për guxim me shpresë.